jesh zemra ime, vetëm ti, o zemra ime. Ty më thoje do të jesh jeta ime, vetëm ti, o jeta ime. Zemra ime, vetëm ti, o zemra ime. Ty më thoje do të jesh jeta ime, vetëm ti, o jeta ime. Zoti të vrapto moj trafik. Ma ktheve shpinën, e më the po shkoj. Mi more mendje, më ne pagoj. Sa pak në udesht, kjo gjelozi. Zoti të vrapto moj trafik. Sa pak në udesht, kjo gjelozi, Zoti të vrapto moj trafik. Dhe trafik falet. Zonja dhe zotrin, sa të ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juaj në odan, mirë mbrëma zotrin Naim Abaze. Mirë mbrëma Mirie, mirë mbrëma të gjithë, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jemi nga do që të jemi. Ja kemi bashkë. Jemi fix një ditë pas vdeshjes së madhe, finales së madhe që absolutisht vazhdon të na bëj krenar edhe pse e kemi humbur. Djalmosha tanë, në realitet, vitin e fundit sidomos, na kanë bërë krenar deri në qiell, me lojën e tyre. Një përfaqësuese, një kombëtare fantastike, e cila absolutisht sikur na ka larguar nga ato problemet e mëdha dhe na ka ofruar një futboll të jashtëzakonshëm. Si duket në ndeshjen e fundit, me patjetër ishte kafshat se s'ka përdihet gjithë ai presioni i madh, gjithë ai emocion, i gjithë kombi shqiptar që erdhën gjithandej, që nga Saranda, e Konispoli, e deri në Bajgor, e që nga Tivari e Ulqini, e deri në Preshev, e që nga Londra e Parisi, e gjithë Evropa, e besa dhe Amerika, që e kom pa një monin, shokën tim që ka tre Amerike me shikue ndeshjen, ishim bashk me ata. E rëndësishme ishte që përse li luajtën bukur, një humbje e vogël, mirë do t'ishte. Ky kom vërtet e meritante edhe një gëzim,
që të shkojmë në kampionatin botror, po të shkojmë herën tjetër në kampionatin evropian vitin e ardhshëm. Lëm kemi mi bo, lëm! Ama kush na del përpara? Nuk i po paku e nanën, po, Po, është vërtet. Për në Është shansa fantastike. Po, e vërtet? E i patëm ata një, e patën një shfrytzuar, sido që t'jetë, jemi në një javë që përsëri vim tek ju për këtij sheshi, të fjalës së mire, këngës së bukur që i thojnë Odeon, prej Odës tuaj, përmes radio televizionit 21. Do kemi shumë bukur këngë, do kemi një të veçantë. Vërtet, do ta kemi një Shqipëri, një shqiptari në miniatur në programin tuaj, do të kemi humore, këngë, musafire, e kështu me radhë. Miri, më ka bo përshtypje, po mundohna me vjedhë dhe ekranin atje, edhe pse regjia gjithmonë na bën vërejtje, mos e shiqoni ekranin, po diçka me gjatë, a je vesh më... Po dhe diçka ma hëllë. Diçka ma hëllë, kam janisë me po reklam tash. Bukur po dukesh. Tjedin që mund dukesh me a bukrën këtë botë. S'ki nevoj me vazhdu. Falenderit jo, do të vazhdojmë sepse kursanin që e kam të veshur sonte, unë du me falenderu përzemërsisht komplet stafin e Instagramit, të cilën zonjat dhe zonjushat e gjejnë me emrin Klas Fashion. E gjejnë edhe në Instagram, edhe në Facebook. Klas Fashion, po. Edhe fustana të bukur, elegant, të mirë dhe me çmim të volitshëm. Kështu që unë sonte po nina shumë mirë, kurse për kaçurrelat e falenderoj shumë zonjën Selvete, sepse na imi më tha, sonte hajde në Odeon me kaçurrela, e ngova burrin, edhe shkova te Selvete. Kur kam njoftë? Saloni ndullimit, Selvete, Kodratrima dhe Kristinë. Kjo slogan që ma thonë edhe në qytet dhe krejtë sinonizoh shpesh herë me gjëra të këtilla. Në realitet edhe kur të kam njoftë kaçurrel se ke qenë. Edhe që di, duke di ata kom kënu kongën, në lagjën time është një shitore, ku shesin karamela, por kryesorja është punëtorja, me floket kaçurrela, ma jep atë, ma jep këtë, atë. Në këtë skonografi të bukur tër glamur, sonte do të ketë gjëra të bukura që do t'ju bëjnë të kënaqeni në këtë vikend. E ne ecim tutje pa humbur kohë, meniherë le t'ju bëjmë me gaz, sepse vinë ato që për çdo javë sjellin gaz përmes alegorisë, metaforës, e satirës, e mbi gjitha humorit të tyre, artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kulja. A shonte veta? Asë ordë, Hyra. A nuk u ordë. Ku mitë më rajo, kitë e hupë të? Jo, e hop? Ja vëlla bëllë e hupë. Ja, nuk A është e unis hop. këtu? Unis këtu e që unë e irra jo kërkaj. Erra! Nuk është e hop, e gusme. Shëndetje! O, që shjeli! Po, ku ki më re? Erdha, por si duket vërë. Ja, vëse i shumë më të vërë. Ku ki më re? O, unisa për me orë këtë, e tu ka luqë aty ka saloni i Fidonit. Po? Veç kërë do Niki, Dada Hyr dha ku përshkan, ta shalojnë përshken shpitane, thash në dënë. Thash si kom po motja tha rëpë të shpis. E tha hen mena kur Fidoni, po ja tha me të ndreq, tha me ti prej flokët e me ti ndreq. Tha se jo aty tha ketë jeni, tha perfekt, tha jeni shumë të mirë. Tha bile, tha jo mihiria o zot, tha veç Allah e rujt po e mira. Amen e shumë. Amen. Thash, a na imi asështa, kura i liki meqëm. Tha tha mos ti shkon na imi mira as mihiria, si shkon e mirë. Mirë bëllë. E ju bënë që është shumë të fola. A një qëmë se të fola dhe në atyne. Po, Po edhe unë e porzit të hiqë të mrena. ha, Njoni tha, ku je të shku? Është që vëlla mrena në dënë. Tha, o, ju nuk jeni normal për të mirjene. Se si thej se ti, normalisht vetë. Ja kështë i vonë, po me ka normal si shumë hi mrena. në që një me po na thojnë që s'jena normal. Po, Po kur ta këshërsh, nashta edhe s'jena, po tu po, e tu një gjithë shka, ty bezor që me ko njëri normal këtë ku. A një lene neve që po na thojnë qështu. Po tash po presin masi nas jena normal, bide fmit tu, na din fmit me ko normal. Po ku mujnë mare fmit me ko normal,
kur gjithë ditën për këqyrin televizorin, ani kishe për këqyrin pralla. Po i hyrë pralla më rejën ato për i me? Nga, mas jom pralla për një me nga. Që për shambull Tarzani. Gjithë ditën e në cullak në të poshtë. E për hitura? E për hitura në gjysë notës këthet në shpe. E Pinokja? Pinokja ren, E Aladini? Aladin, mbreti hojnave. Ku? E Betmeni? Betmeni vozit 320 nërë, ej! E SpongeBobi? SpongeBobi budolla në mlit disditit, në fund ditit, këqyrë me dhe skarën me pjek mishë. E Spidermani? Spidermani mua e budolla i budolve. Prej një në zbanes këse në tjetërët. Ku? E Bukurushja fjetër? A e lëp krejt gjithë ditën flenë. E Bërborë? A, jo, ma e kesja pe krejtve. Aja jetën me 7 frajera na e... No. Masi ku me konë normal? Po dhe? Po. Jo vëlla neve këty na herën a rëshin me rëp na sëshin. Po. Kur na dhim ke dhomi veç kur t'na i nëzërshin tak me prej. Po. Po, kur urdzojshim na i kun, me raki. T'kallë kësë janike heq, a e ta kalu atyhën, po. Normal. O Allah, kur mershin me t'lo. Besa kur na i nukshin zylëft. Atë kërset ke krytën të Halo po mduke që po mdhem. Halo e një atë vintër. E kur na i mershin më na lo, kur t'na lojshin, me Rolex, sapun tishav, e bilon, në heri, kejt trupin areqshin. Kejt. Masi e që nërmën. Gjëllon që a kina hek na e na perfekt, bile. Po, vëlla, bash perfekt. Që une për shambull doshta me janis një farë djetë e miri. Po? Kur tu doshta me janis djetë më pingoj lojmet, po thot ta ja ka nis lufta atje dikon, adin. Thash me vete, po shia e mëri se kur nuk i dihet. Po që ashtu duhet të hyrë. Se për shambull që ti, si, Për çka jo më në trosh, hajtë kalëzëm. ti je viç pak e trosh, nuk je shumë, je pak e trosh, për arsye se në trup të hull nuk e nëzën vërtytet e mira tua qiki. Qashtë të është. Po, Qashtë, pra. kom vërtyt e shumë. Pa mos po ma din pa hiri. As ma din mu e as ta din ty, a mos po ta din kush? Jo, lakush. Hajtë kalëzëm diqka. He. A ja bon e burrit tën atë pytjen që të thash me ja bo? Po më rea bona, Qyshe për vëkëve? e provokoa, ba qyqen, a i vish të punuren, qyqja ka me dek të punu. Ha. E ka pa thira në telefon, oj zemër, qa e qysh je, a je mirë, tha që tha, di qa të punu. Jo më ludh, tha shumë. Thash, jo, bërët zemra e me sa alo kër kush su dek për i pune. Po, qka kishe bo ti me dekone? Ta ti kisha marrë një 2 dit lira, e t'kisha pushu. Që, ka straveci Mu po pyt burjem, tha. Zemër tha, ka jetë mas vdekjes. Shëhe. Ta shë më falë, mas cilës vdekje? Te më satanës. Po ja bre zemër, tha veç, dosha me dvetë, tha, qa kështë bo, tha ti për shamë, tha me dekune. Tha qa kështë bo, kësha shku, kësha jetu me mëtërën teme. Tha që qa kështë bo, ti me bo me dekune. Po tha qa kësha bo edhe unë, tha kësha shku, kësha jetu me mëtërën tone. Që mos të prisë, renin. O, ka për qitën story. E shkruje, e shes burin pak të përdurë. Me gjithë Në krevet. komplet me gjithë krevet. Televizor e digitron qmimi i diskutushëm. Jo pa diçka, mas shumë ti më bën nervëz në sabah. Unë e himu të shirat, kër janë ajtë dhera, tak. Zemër, apo të shirat është, a? Unë e ja,
Këm hi mu va ditë për mu rritë edhe pak. A ti po më duke të dhe atë lampën magjike me marrë me përku, t'kish do gishti i mesëm. Gjen. Po e kam në një farë dosi, një farë Steven, Little Wordy. Po i ka pason për do fjorë të mesh me Allah liko. Kështu ka thonë, më jep një durim që shëndrohet në shpresë e cila bëhet forcë. Bravo! Jemi në kjërë pas marketingut dhe vazhdojmë në spektaklin tuaj Odeon. Kemi thënë që në shesin e fjales e mire, këngës së bukur në Odeon, na vinë mysafir anës nga gjithë globi shqiptar, personazhet e veçanta. E kishim pritur ka herë, sonte kemi fatin e mirë e të rallë që ta kemi një përfaqësues nga më eminentët të turizmit shqiptar. Bile mund të themi nga pionerët e rallë që si kur sjell atë stafetën, flakadanin e asaj që paralajmëron një zhvillim të hovshëm. Zonja Zotri vjen këtu me ne, për ju, për ne, për të gjithë, një zotri i nderuar, përfaqësues edhe njerë, thëm, i turizmit mbar shqiptar, zotri i nderuar Vasil Bedinaj. Vasil, mirë se erdhe. Mirë se gjithë ne. Të thras Vaso? Si të dosh, si të ndihesh. Si të thrasin më shumë? Vaso më flasin më shumë. Vaso. Të thrasin shumë? Po thuaj se gjithë. 24 në 24. 24. Vaso, si ta bëjmë këtë? Vaso, thiri aj, na ka ftuar kë, si ta bëjmë këtë? Nga më të ndryshmet. Fillon dita në 7 të mëngjesit dhe kur të mbaroj pastaj. Mirë se erdhe bashkëqytetarin Vlonjat. Puro Vlonjat apo? Puro Vlonjat. Puro Vlonjat dhe është vërtet kënaqësi që e ham mëngjesin në Vlorë, jam nisur sot prej orës 8 të mëngjesit. Rrugët apo infrastruktura na bën të mundur që e ham mëngjesin në jug edhe drekën në veri, kështu që është jashtëzakonisht një ndjesi e bukur kjo. Cep më cep atë t'i bim brenda një dite. Brenda 4 orë, 3 orë gjysmë. 4 orë. Dikur si binim dot? Dikur merrte 8-9 orë, se unë jam nga të parët që kam thua shpesh në Kosovë. Gjatë muajve të dimrit, gjatë muajve të pranverës, dhe bëj krahasimin midis asaj që përshkruaj sot me atë që kam përshkruar para shumë vitesh, është si nata me ditën. Absolutisht. E kisha pyetje të radhës, ke ardhur shpesh në Kosovë? Po thuaj se gjatë gjithë dimrit vi shumë shpesh, kur mërzitemi apo kur lodhemi në qytetin tonë të Vlorës me punën tonë të përditshme, na duket sikur po bëjmë një xhiro nga Kosova, nga malet e Sharrit apo diku në vendet me borë, thjesht të qetësohemi, të relaksohemi diçka. Vjen shpesh në Sharr? Po thuaj se në Brezovic? Po thuaj se një 2-3 javë. 2-3 javë. Po ski bën? Ski jo, po kam qef shumë vetëm të lëviz, të eci, në përmale, në përbor, po. Fëmijët i kam që i kanë qef të bëjnë ski, por vetë nisem në mëngjes të kthehem në darkë, veç duke ecur në përmale. Edhe shef e shijon borën, e cila në Vlorë shijohet rrallë ose... Janë ditë të veçanta, kur nisem në herë me ditë me diell nga Vlora, banoj dhe jetoj në pjesën më të madhe të kohës në radhim, pra ngrihesh në mëngjes në Busodetit në një ditë me diell, për 4 orë je në majt malit në një ditë me borë, apo e ham mëngjesin me ato mjaltin e llogaras që kemi në andej, dhe ushqime tradicionale të jugut, dhe vinë hanë drekën në veri me tradicionalet e veri. Kështu që është një kënaqësi e veçantë dhe shplot se gjithashtu. Faleminderit shumë që na erdhe. Faleminderit. Është kënaqësi të kemi mysafir. Në realitet regjia ka përgatitur një kronik në mënyrë që shikuesi ynë edhe dëgjuesi ynë le ta di vërtet se në ko kemi punë sonte. Në realitet kush është mysafir? Mysafiri ynë në këtë mbrëmje të këtij spektakli, zotri i nderuar Vasil Bedinaj. A ndjekim pak? Në brigjet e bukura të jugut të Shqipërisë,
aty ku deti takon historinë dhe natyren, spikat figura e Vasil Bedinaj. Një emër që lidhet ngushtë me zhvillimin e turizmit modern në Vlorë e në Shqipëri. I lindur me 7 korrik 1972 në vazhdanisht, ai ka ndërtuar një rrugtim që ndërthur për kushtimin, vizionin dhe pasionin për vendin e tij. Nga studimet në drejtësi deri te specializimi në shkencat juridike, Bedinaj e shndroi dije në themel të një karriere të suksesshme. Që prej vitit 2003, ai është një nga protagonistët kryesor të sektorit të hotelieri turizmit, duke e kthyer resortin Hotel Regina në një simbol mikpritje dhe cilësie. Sot ai administron disa prej hoteleve më ekskluzive në jug të vendit, si Regina Blue, Regina City, Regina Palm e tjerë, duke zgjeruar vazhdimisht investimet nga radhima në Dërmije deri në Himar. Si kryetari shoqatës së operatorëve turistik për jugun e Shqipërisë, ai ka kontribuar në promovimin e Shqipërisë në arenën evropiane dhe botërore, duke sjellë zhvillim ekonomik dhe duke rritur standardet e turizmit. I vlerësuar me çmime kombëtare dhe ndërkombëtare si Albanian Excellence dhe Chelsea Argent, Bedinaj mbetet një shembull i një sipërmarrësi që jo vetëm ndërton biznese, por edhe vizion për të ardhmen. Sepse për të turizmi nuk është thjesht industri, është mision për zhvillimin e Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Në realitet, shërben si një shembull, unë kur ju anonqova, ju prezentova si një kampion i turizmit në Shqipëri, një ndër ata si ta quaj, animatorët, si agitatorët e asaj që është e vërtet në këtë rast, ka qenë edhe gjithmonë, që 400 km bregdet të Shqipërisë janë një perlë me vete, po një dhunti që na ka qu Zoti vetë, dhe atë duhet ta shfrytëzojmë. Dhe ju jeni nga ata që në këtë drejtim keni bërë shumë, duke vënë absolutisht në shërbim së pari vetën tuaj, familjen, gjithë pasurin tuaj dhe më pas edhe duke sjell edhe plot promocione të veçanta që kanë bërë shumë në këtë drejtim, e besa dhe duke fituar edhe çmime në këtë drejtim. Por, do doja, si e kujton fillimin e rrugtimit tuaj në sektorin e turizmit? Ka qenë para 20 vitesh, bas e kalova 15 vitet e mia jashtë kufive të Shqipërisë, mërgjimtar ashtu si pjesa më e madhe e popullatës tonë sot. Kam jetuar në një vend që ishte vend bregdetar dhe për 15 vitet në Shtetet e Bashkuara. Në Amerikë. Po, dhe kam qenë në zonën e jugut në Texas dhe buzdetit gjithmonë ndëroja qytetin tim të lindjes si ishte Vlora. Dhe atje i thonë një fjalë të urtë, i thonë një fjalë komunitetit shqiptar që nëse, jo vetëm komunitetit shqiptar, nëse i pin ujë 15 vjetë, në atë vend nuk ikën më. Dhe unë po nëmëroja vitet dhe nuk doja ta kaloja 15, kështu që bashkë të 15-a e kisha pregatit situatën të kthesha në Vlorë, po flasim për vitet 2003-2004 që ishte shumë e vështirë. Por ashtu si që thatë ju pak më parë që të gjithë e dim që vendi jonë nga veriu në jug është nga vendet më të mrekullueshme të rrugëllit toksor. Të gjithë kemi lëvizur, gjithandej nëpër Europë, nëpër botë, gjithë shqiptarët, por jo nuk e gjen kërkun një vend si Shqipëria. Pra kur them Shqipëria që të nisesh në mëngjes ndaj ceka pak më parë që nisesh në mëngjes nga një vend bregdetar i ngrohtë dhe përfundon ditën në një vend përsëri në të njëjtin vend në malësi me borë. Pra i kemi malet, kodrat, lumejnë, detet, fushat, të gjitha çdo gjë dhe jo nuk i gjenë. Për mendimin tim, më ka lidhur punat që të shkoj në sektorin e turizmit gjithandej, por kudo që shkoj them nuk ka si Shqipëria. A ishin këto përvoja që i përjetoje, i shifje çdo ditë që u shtyn të investoni në turizëm në Shqipëri? Patjetër që po, thash që nuk lejove të bëhen 15 vite. Jo, nuk e lejove. Shpëtove më herë. Shpëtova, sepse kisha frikën e asaj thënies që nëse i pi ujë 15 vjet në një vend nuk largohesh më. Nuk largohesh më. Që bashkë mu bën në mendje që ishte momenti që duhet largohesha.
Shqipëria i kishte mundësit në atë kohë që të investoje, siç e dim të gjithë, ishin fillimet e turizmit dhe gjërat ishin shumë më lirë se sa janë sot, por siç ju thash, 20 vjet me punë, përkushtim dhe jo vetëm bashkë me familjen, i fokusuar në këtë gjë dhe kemi arritur diçka. Bëni fjalë për një shtet fuqishëm me turizëm, shembull etalon, shembull në gjithë botën. U kthye dhe familja lehtë? Po thuaj se në një u pajtuam dhe gjithë në këtë drejtim dhe e vazhduam këtë gjë. Dhe filluat absolutisht të investoni më njëherë në këtë drejtim. Hoteleri turizëm. Për të vënë në jetë ato që thjesht i kishit përjetuar. Edhe puna ime që kisha bërë ishte në sektorin e shërbimit, kështu që e kisha një farë eksperiencë në këtë shërbim dhe vazhdoj ta kemi dhe sot. Kur kam shku në Amerikë në vitin 1989 për herë të parë, më thonin, ona imo, Shqiptar nga Shqipëria, nga Kosova, bile thonin, Shqiptar nga Shqipëria vjetër, sepse ishin më herët e kështu, se këtu i thojnë Amerikë, ha, merë edhe ikë. S'doja ta thoja vetë, po atë bëra dhe unë, hëngra mora dhe ika. Edhe ike. Ti e realizova atë, sepse ata thonin, ne erdhëm, po mbetëm në këtë. Formimi juaj në drejtësi, që ka ndodhë më pas, sigurisht ka ndikua në të drejtuarit e biznesit. Ajo që kam pasur në mendjen gjatë gjithë kohës është të jesh korrekt, të ngrihesh të mëngjes të shkosh në punë dhe ta përfundosh ditën 10 orash në punë dhe patjetër që do të dalë diçka. Patjetër që është edhe lodhshme. E hapemi njerë hotel apo restoran? Me një hotel të vogël, me një numër shumë të vogël dhomash, bashkë me restoranti dhe nga viti në vit pothuajse jemi shtuar dhe kemi arritur në një numër të konsiderueshëm sot, diku te 420 dhoma dhe në çdo hotel kemi dhe shërbimet e tjera të baret restorantet. Pra nuk themi që jemi super mirë sepse mira nuk ka fund, por po të kujtojmë para 20 vitesh në qytetin e Vlorës apo edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë ekziston të diku një bar i vogël në lagje, një restorant shumë i vogël, pra kemi nisur nga hiçi dhe kemi arritur të punojmë dhe të përfitojmë diçka gjatë gjithë jetës, ashtu siç kanë bërë të gjithë shqiptarët, dikush ka merret me hoteleri, dikush me restorante, me ndërtim, në shumë fusha të ndryshme dhe unë jo për veten time, po them që gjithë shqiptarët kanë arritur diçka, jo vetëm në Shqipëri, por jo vetëm në territorin, po edhe në përbot. Siç lëvizim të gjithë, takojmë profesionistë nga fushat më të ndryshme dhe kjo të gjithë e kanë arritur fal punës tyre, pra të punosh diçka do të kur punon diçka arrin. 410 dhoma i keni në Regina Blue, Regina Palm, Regina City dhe Regina Garden. Dhe vazhdojmë. Edhe vazhdojmë. Po. Do të flasim edhe për këtë vazhdimin. 410 dhoma. Një njeri që u kthyen nga Amerika dhe dha shembullin nga më të mirë që atë dheu t'i sillen për vojat, në atë dhe edhe ajo që fitohet pastaj është shumë ëmbël se sa në dhe të gjitha këto së bashku, por kur i dëgjon edhe i sheh, unë ndodhem edhe para një fakti se sa po hyj në Vlorë e derisa dal në fund të llogaras, është një shkëlqim, një diçka e bukur që të bie në sy e që quhet Regina, varësisht nga emri e që përfshet absolutisht duan të bëjë këtë. Do të thënë, ideja lindi që në Amerikë se do ta bëj një tip hoteli, do të filloj edhe shpresa për të zhvilluar që në realitet e u realizua. Cilat ka qenë sfidat më të mëdha gjatë këtij rrugtimi? Si vende, siç jemi në Shqipëria, kur në të gjitha drejtimet nuk është ajo eksperienca e duhur, vështirësitë kanë qenë më të ndryshme, vazhdojmë t'i kemi dhe sot, jo në ato përmasa, por eksperienca, edhe sot kemi mungesën e eksperiencës të burimet njerëzore që ne kemi në këtë fushë. E thash pak më lart që në Vlorë në vitet 2003, 2004, 2005 kishim diku një bar të vogël, një restorant, kishim ato shprehjet tona popullore, vëlla çfarë do pish. E ke dëgjuar këtë? Kështu që sfida kanë qenë nga më të ndryshme, por gjithsesi kam qenë gjithmonë i vetëdijshëm që jemi një vend i ri, një vend pa eksperiencë dhe patjetër që do të ketë vështirësi derisa të arrish diçka. Por sot jemi mirë, jemi shumë më mirë se para 20 vjetësh, nuk ka krahasim.
akoma po flasim për juve, për ty, për familjen tënde, për emrin e kompanisë tuaj. Në këtë zhvillim, çfarë bëri të veçantë në tregun turistik biznesin tuaj? Unë e mendoj të veçantë sepse kemi qenë një biznes familjar gjatë gjithë kohës. Pra jam përpjekur që ta menaxhoj me familjen time dhe klientët nga gjithë trevat shqiptare. Ta them me pak fjalë që kur i kam 2 bashkëdhetar dhe 2 të huaj, kënaqem me këta 2 bashkëdhetarët që kam, dhe ndaj gjatë gjithë kohës bashkëpunimi im me shumë bashkëpunëtor të Kosovës apo të Maqedonisë apo dhe më gjerë, ku janë kuftit e Shqip, ata dua që të më vinë në hotelin tim, pra dua që të kem një muzikë Shqip, një kuzhinë tradicionale, të flitet Shqip, të kesh gjithë programin e Shqip, dhe kjo më bën të kënaqem. Pra, ju e dini shumë mirë që turizmi në Shqipëri dhe veçanërisht në vijën bregdetare në vitet e fundit ka pasur prurje nga gjithë Europa, jo vetëm nga Europa lindore kur kemi qenë diku, po vitet e fundit jemi dhe me turistë të Europës qendrore. Pra po ngelem partizanët dhe dashamirës i bashkëdhetarëve që më vinë nga diaspora po edhe nga Kosova. Të vinë shqiptarët e mi. I dua shqiptarët e mi këtu. Shqiptarët tanë, i dua që ta ndezim atë muzikë në momentet caktore të kërcejmë Shqip. Ju në realitet në 72 i ri, jo shumë i ri, po i ri po, në vitin 90 e lartë, për shqiptarët erdhi liria, erdhi dita e bardhë me pa Shqipërinë mëm, me i bë pushimet në Shqipërinë mëm, se shkonim gjithandej, kush mundej, në Greqie, në për Jugoslavie, ndoshta edhe në vende të tjera, por u hap rruga me i kalu pushimet në Shqipërinë mëm, dhe kjo ishte diçka jashtëzakonshme. Po në realitet keni ndiku pak a shumë në zhvillimin e turizmit, po dhe edhe atë zhvillimin ekonomik në Vlorë, që vrehet. Juve edhe si familje, edhe si kompani, edhe si emër, se Regjina. Regjina, pse emrin Regjina? Familja ime vjen nga një zonë e Tepelenës, nëse e keni dëgjuar, dhe aty ndodhet një vend që quhet Regjina, ose Nivica. Dhe prej andej e kam marrë emrin që kur kam qenë në Shtetet e Bashkuara dhe... Do më thonë e ke barë. Nëse shumë shqiptarë dinë që zonës jugut, ekziston një zonë në Tepelen, është zona e gjerë, Nivica dhe aty është Regjina. Regjina. Si e sheni zhvillimin e turizmit në Shqipëri vitet e fundit, Vaso? Unë e lidh me atë që thash pak më parë, që Shqipëria është një nga vendet më të bukura të Europës, pra i ka të gjitha resurset e veta. E ka detin, e ka malin, e ka lumin, i ka monumentet historike, i ka të gjitha. Dhe mendoj që shkallët që i kemi ngjitur deri tashmë një nga një na kanë bërë që të mësojmë shumë gjëra gjatë rrugës dhe shoh që do të jetë akoma në zhvillim e sipër. Patjetër që kemi punë akoma shumë për të bërë, sepse ishte për ne një eksperiencë e re, por besoj se kemi fituar diçka, duhet të marrim akoma më shumë, por Shqipëria do të vazhdoj të lullëzoj për sa i përket fushës turizmit, dhe jo vetëm. Si e parashikon, po themin edhe 10 vjeçarin e ardhshëm, zhvillimin e 2 fishim, 3 fishim minimumi. 2 fishim, 3 fishim minimumi. Unë pata fatin që isha në 2 panajirit e fundit, në atë të Berlinit që është panajiri turizmit, ku kam qenë pioner në panajirit e para 15 vjetësh, dhe është një ndryshim si nata me ditën të marrësh pjesë sot në një panajir si i Berlinit, dhe ta krahasosh me periudhën para 10, para 7, para 8 vjetësh, që ishin me një cep të pavioneve që s'dukshin fare, kurse sot Shqipërinë e njohin shumë operator. Dhe nga panajiri i Berlinit kemi shkuar në panajirin e Kanës, ku ishin prezantimi i projekteve më të mira. Ju e dini shumë mirë, qeveria shqiptare po bën një ndryshim rrënjësor, duke zhvilluar projekte vetëm nga arkitekt me hemër. Dhe në Kanë të Francës, para një muaji u bë panajiri apo prezantimi i projekteve që do të implementohen në gjithë vijën bregdetare dhe jo vetëm në gjithë Shqipërinë, mund të themi, në 10 vjeçarin e ardhshëm. Pra po Shqipëria 2040, se 2030 erdhi, dhe po të shifje ishin arkitektët më me emër të botës që kanë bërë projekte dhe po implementohen,
ka filluar implementimin në Shqipëri, ku aty gjen zona banimi nga më të bukurat dhe hotelet brend ku janë në gjithë botën do të jenë në Shqipëri. Në nivele më të larta, aty kishe projekte mbreslënse të cilat janë aprovuar dhe kanë filluar të ndërtohen në gjithë territorin vim bregtar të Shqipërisë. Pra, në 10 vjeçarin e ardhshëm unë e shoh që do të ketë një shumë fishim të numrit të turistëve, sepse e shoh dhe vetë se çfarë bën apo çfarë kërkon një turist që të bëj pushimet e veta. Nëse në rast se niset një gjerman nga Gjermania dhe vinë në Shqipëri, duhet të mendoj se çfarë do të bëj ky turist dhe nga eksperienca që kemi pasur në vitet e fundit, një turist që vjen në Shqipëri ka të gjitha. Dhe po vazhdojmë dhe përpiqemi që në radhë të parë duhet të ruajmë originalitetin ton, pra mos ta shndrojmë Shqipërinë në një vend tjetër. Këtë emri Shqipëri, po shërbimi të jetë italian apo kuzhinat janë italiane, por unë jam partizan i ruajtjes së trashëgimisë. Pra, edhe në subjektet e mia, po jo vetëm tani e gjithë e kam mësuar, nuk dëgjohet muzikë përveç se muzikës shqipe. Pra, duhet të ruajmë të gjë dhe në rast se e ruajmë të gjë, kemi ruajtur emrin ton, kemi ruajtur përjardhjen ton dhe shumë njerëz kanë dëshirë të na njohin. A mendon se Shqipëria do të jetë në vitet e ardhshme një destinacion elitar në mesdhe? Elitar do të marrë disa vite. Unë mendoj se mbas disa vitesh po do të jemi një vend sepse kemi infrastrukturën të tillë dhe kemi pozicionin gjeografik të tillë, por duhet akoma punë për të bërë gjithsesi tash pak më lart te burimet njerëzore të shërbimit që të fitojmë atë eksperiencën, se nuk është thjesht të bëjmë një hotel të bukur. Hoteli mund ta bëjnë të bukur, por duhet është një zinxhir i gjithë që duhet të lidhet me njëri tjetrin, resurset humane shumë shumë. Por mendoj që jemi në rrugën e dur dhe është më mirë me gjithë shkallët një nga një. Po cilat janë potencialet e Bregdetit shqiptar që akoma nuk janë shfrytzuar e që në të ardhmen do ta bëjnë këtë destinacion vërtet elitar? Ne kemi zonën e jugut që është jo vetëm jugu, po edhe veriu, zona e Shëngjinit dhe Lipojës deri në Qerret apo Golem që i themi, por kemi zonën nga Vlora deri në Sarand, që është pothuajse nuk është prekur as 10% e saj. Në vitet e fundit ka pasur një zhvillim të lartë apo high, qoftë apartamenteve, qoftë edhe të hoteleve, pra zona nga Vlora deri në Sarand do të vazhdoj të ndërtohet dhe do të kap standarde. Pra e shohim dhe interesimin e hoteleve që janë brend në Vlorë, ju e dini që apo edhe në Palas, nga Vlora ka filluar që do të kemi hotel Marriotin, kemi hotel Hayatin Palas, kemi Melien, kemi shumë hotele të cilat i gjen në të gjithë vendet e botës që janë brend. Pra ardhja atyre në atë zonë do të thotë që i plotësojmë të gjitha kushtet për pasur një turizëm elitar. Dhe unë mendoj se do të vijë dita që do t'i shohim të gjitha aty. Vloniat dhe me patjetër i ndërlidhur me Vlorën gjithsesi sa mund promovohet edhe më mirë Vlora si destinacion ndërkombëtar? Deri tashmë është promovuar mirë. Që nga sektori privat që kemi marrë pjesë në të gjitha panairet, por edhe qeveria shqiptare ka bërë e ceka pak më parë që shkallët është mirë me gjithë një nga një, nuk është mirë me u lëshu me i hedhur të gjitha në një moment kur nuk je gati. Pra duhet të ecin të gjitha gjërat paralelisht e pak e nga pak. Duhet të përfitojmë, të fitojmë eksperiencën, duhet të krijojmë kushte, duhet të kemi infrastrukturën e shumë gjëra të tjera që të arrijmë atje te ai turizëm elitar që ne e përmendim gjithmonë. Pra nuk është mirë me u hedhur shumë gjatë. Me hopa. Pa e kërcyer gardhin, themi ne. E thoni kështu edhe në Tepelenë në Vlorë? Po, pa e kërcyer. Si vlerëson nivelin e hoteleve në Rivierën shqiptare sot? Sot ne kemi fituar, po, kemi fituar dhe review-t apo përshtypjet e të gjithë turistëve që vinë në zonën që nga Kosova, që nga Prishtina deri në Ksamil, është mbi notën 8. Pra do të thotë që kemi fituar eksperiencën, po bëjnë më të mirën e mundshme dhe pothuajse 99% e review-ve që na lënë turistët kur vinë, dhe nuk flasim për review 1 apo 2, po flasim çdo hotel ka atë analizë, bën analizë dhe vetë, dhe ju po të futeni të shihni gjitha hotelet e Shqipërisë janë mbi notën 8. Pra do të thotë që kemi fituar një eksperiencë dhe duhet
të bëjmë më mirë, patjetër që duhet bëjmë A më kemi mirë. problem akoma stafin e kualifikuar? Nuk është një problem shqiptar, pra dhe ne kemi kuptuar vetë që nuk është më problem shqiptar. Ajo që duhet të bëjmë është që thash pak më parë që pavarësisht se si vin problemi i burimeve njerëzore apo e stafit, po kushdo që të na vi që të punojë për ne, duhet ta orientojmë te origjina jonë dhe të ruajmë atë tradicionalitetin ton. Ju e dini shumë mirë që të shkosh në mes të Milanos nuk gjen më kuzhinë italiane ku thashë të pish gjen një restorant pizza Roma, po s'ke asnjë pizzaiol të italian, i ke të gjithë të Egyptit, të Indis, të Pakistanit, të Iranit. Po të shkosh në Gjermani është e njëjta gjë, po të shkosh në Athinë është e njëjta gjë, pra është botërore kjo, nuk është problem shqiptar, por e rëndësishme është jo të marrëm punëtor të huaj që në Shqipëri në vitet e fundit po i marrim për të gjitha fushat, në restorante, në bare, në hotele, në fasoneri, në gjitha fabrikat, po vim punëtor të huaj. Dhe ajo që diskutojmë me bashkëpunëtorët e mi është që, okej, ti marrëm punëtorët e huaj, por unë mund t'ju them që në hotelet e mia punëtorët e huaj që kanë 3 vjet kanë filluar flasin shqip. Flasin shqip. Pse po ndodh kjo megjithatë mungesë dhe pastaj mbulim nga vendet e huaja se të rinjt po ikin, apo nuk kemi kriju kuadro të mjaftueshme profesionale ose mungesë shkollash të krijimit të kuadrove profesionale të këtij niveli? Shko, edhe kjo është, por duke e parë që nuk është vetëm problem shqiptar, po është në rang botëror tani stafi, edhe në Gjermania para disa vitesh nuk ishte mjekët apo infermierët që na ikën gjithë infermierët tanë dhe shkojmë në Gjermani, shkojmë na. Pra dhe ata e patën një problem. Pas pandemisë u hapën, besoj se e kuptuan qytetarët e gjithandej që duhet të harxojnë më shumë kohë për veten e tyre. Në rastin e Shqipëri, ne i shfrytëzonim hotele 3 muaj apo 4 muaj të verës, tani po i shfrytëzojmë 6 muaj të verës. Nuk na vinë më turistët vetëm në korrikë dhe ngushtë, po na vinë edhe në mars dhe në prill. Pra po mendoj që midis shumë e shumë probleme të tjera, po arsyeve të tjera është edhe ajo që njerëzit mbas asaj goditjes së pandemisë, po duan ta shijojnë më shumë jetën dhe të harxojnë më shumë dhe të kalojnë më shumë kohë të lirë për veten e tyre dhe për familjen e tyre. Patjetër që kudo që të shkosh, ka rënë numri i rinisë që duan të punojnë në shërbime. Tani po lullëzon teknologjia, pjesa më e madhe e rinisë kudo që të shkosh, i kene për kompjutra dhe po e bëjmë punën në një pëlqejnë teknologjinë se sa fushën e shërbimit. Mirë, ndoshta do të na i bëjnë edhe kamarierët këta. Po dalin robotët. Robotët dhe po të vinë aty ta sillin porosin. Kështu që një zgjidhje do të bëhet, ajo që është pozitive apo që ndihemi ne mirë është që jetojmë, kemi një vend që është i mrekullueshëm. Të shoh se je absolutisht një adhurues. Unë e quaj një ortodoks në kuptimin e asaj se ortodokset ngulin këmbë në atë që pretendojnë se është më e mira, në atë tradicionale, në vendoren dhe kështu. Po kalojmë pak te gastronomia. Apo e shfrytëzon Shqipëria potencialin e saj gastronomik? Dhe sa po e realizon atë? Është rikthyer në 3-4 vite e fundit, unë po shoh që është rikthyer sepse për disa vite e humbi disi, ju jeni vizitor të Vlorës, apo dhe të qytetit, edhe të qyteteve të tjera, që para disa vitesh në çdo vend shikoja kuzhinë të ndryshme dhe jo atë tradicionalen. Unë që jam i kuzhinës tradicionale më duhesh të udhtoja ose të konsumoja në shtëpi ose të udhtoja diku larg për të gjetur një kuzhinë tradicionale. Tashmë jemi rikthyer përsëri kuzhinës tradicionale dhe janë shtuar gjithandej ke ferma nga më të ndryshmet, edhe restorantet që janë në shëtitoret e Vlorës i gjen një italian dhe një shqiptar, pra jemi kthyer dhe po aty ka diverzitet, por çka duhet bërë që edhe gastronomia shqiptare të jetë një atraksion turistik? Patjetër që po unë atë them gjatë gjithë kohës që nëse do të themi që jemi një vend turistik, nuk vjen një italian për të ngrënë kuzhinë italiane në Shqipëri, për të konsumuar kuzhinë italiane në Shqipëri. Nuk vjen një gjerman për të konsumuar kuzhinë gjermane në Shqipëri. Ata vinë për të parë një vend të ri që se kanë parë,
për të shijuar detin apo malet, po edhe për të mësuar nga i vend që shkon. Edhe ne kur shkojmë bashkë, kur shkojmë në një vend tjetër, unë kur shkoj jashtë territorit të Shqipërisë, në Gjermani, në Austri, shkoj dhe konsumoj restorantet e tyre sepse ka lidhje që të jesh gjermane të vish tash në kuzhinë gjermane në Vlorë. Pra kësaj ne po i mësojmë që atë që lam pas dore për disa vitesh ta rikthejmë përsëri dhe gjithë turistët e shohim që restorantet që kanë menu tradicionale shqiptare janë plot, kurse ata që janë me kuzhinë të huaj kanë rënë disi. Kanë rënë. Çka i mungon, akoma jemi duke godit në këtë drejtim, në të animuarit e njerëzve, sidomos në mbar globin, sidomos nga vendet perëndimore, që të jenë turist në Shqipëri. Çka i mungon Shqipërisë për të tërheqë turist edhe më shumë nga bota? I duhen edhe disa vite që të përmirësoj infrastrukturën e vetë. Kemi mangësi në infrastrukturë për sa i përket rrugëve apo transportit urban. Aeroportet, me padurim po presim që të hapet aeroporti i Vlorës që do të jetë një vulë apo një kartë e fuqishme për sa i përket. Apo e hapim këtë verë? Si fizikisht, unë e vizitoj çdo javë nga Meraku të shoh se si po të bëhet. Fizikisht po përfundon, besoj se deri nga mezi majt përfundon, por nuk kam shumë informacion, jo vetëm unë, po shumë nga ne nuk e kemi informacionin për sa i përket çeftifikimit të aeroportit. Pra certifikimi jo vetëm ka shumë detaje që duhet të certifikojnë kompani të huaja dhe duhen dhe ata kohën e tyre. Ne po bëjmë çmos që mbase hapin në qershor, por presim nga dita në ditë që kryeministri i Shqipërisë të prononcohet sepse i kemi kontaktet dhe kërkesat dhe pyetjet nga të gjithë bashkëpunëtorët tanë në gjithë Europën që thonë kur do hapet. Pra përveç se aeroportit, kemi akoma punë për të bërë në infrastrukturë dhe transportin urban. Transportin urban. Në mënyrë që edhe të guxojmë të bëjmë reklamë, se o burra, mund të udhtojmë, presim, lëvizim o lehtë. Për momentin e lodhim pak një turist. A mund të ndërtojmë një brand që do të quhej turizëm shqiptar? Është krijuar. Është krijuar. Është krijuar dhe si do ta kishte emrin? Brendi shqiptar. Brendi shqiptar. Mos të ngatërojmë shumë. Po edhe mos kërkojmë emra të tjerë kur i kemi aq origjinal, aq të mirë. Kemi shumë histori, pse duhet të blejmë diçka tjetër. Sektori privat keni bërë mbi përpjekje në këto vite. Unë i kam përcjellë edhe vetë, se kam marrë pafundësisht. Unë kudo më shku në botë, pa ardhur në Shqipëri, s'bëj pushim, nuk e quaj pushim. Vera kam vete mangët nëse s'kam marrë në Shqipëri, tani maj edhe jemi bashkëpatriot të Vlorës, se unë kam pas fatin e mirë që... Kur do ma hikni atë traun aty që ndalon ai të pasaportën. A hikni s'ka gjë që më streson më shumë. Shtatë Evropës në një ditë na thonë. Po që Evropë, Po na shikojnë se po na regjistrojnë me kamera, me fotografie, me... Jo s'po i plotsoni standardet e si t'ja bëjmë. Po që të plotsojnë njerë të tyre dhe të pecë. Zotri Vaso, absolutisht në një shembull i mirë, personalisht, edhe pa ju njohur ju kam djeg, edhe jeni një emër, jeni simbolik, një farvule e Vlorës, kështu regjina, dhe mirë sa është edhe territor, nuk... Po kalojmë pak tek kompania juaj edhe ndërtimet që synoni t'i realizoni në këtë drejtim në gjithë Bregdetin shqiptar. Po, është vërtet që ne kemi vite që merremi dhe me ndërtim, por vitet e fundit interesi ka qenë shumë i lartë për shkak edhe të përmirësimit të shumë gjërave në Shqipëri. Kompania jonë ka ndërtuar në qytetin e Vlorës, por në 3 vitet e fundit kemi shumë projekte që po përfundojmë dhe po fillojmë për sa i përket në qytet të Vlorës, në Radhim, Palas, në Dërmi, dhe kjo për shkak të shumë interesi shumë të lartë. Unë jam sot në Prishtinë sepse hapim zyrën tonë të real estateit apo të imobiliare këtu në Prishtinë. Kemi shumë, nuk mund ta pranoj të them që kemi shumë turistë të Kosovës, po më duket sigur
si thash, jam në mëngjes në Vlorë, në darkë në Prishtinë, në Vlorë dalë shëtitje në darkë në atë shëtitoren e bukur që kemi ne dhe kemi qytetarë nga Prishtina, nga Gjakova, nga Peja, gjithandej të Vlorës, të Tiranës, pra jemi është mozaiku shqiptar, komplet aty. Dhe kërkesat për diasporës shqiptare, por jo vetëm edhe qytetarëve të Kosovës, ka qenë shumë e lartë në vitet e fundit për të pasur një pasaport vlonjate. Pra për shumë po blejnë banesat e tyre të dyta të treta për pushime, dhe pse jo, pse të investojnë në një vend tjetër dhe jo në jug të Shqipërisë apo dhe në veri të Shqipërisë, ka në gjë. Jemi një vend i mrekullueshëm. Pra kompania jonë në vitet e fundit ka bërë shumë ndërtime, ka shumë qytetarë të Kosovës dhe të diasporës që janë akomoduar dhe janë bërë vlonjat. Janë bërë vlonjat. Janë të interesuar për të blerë. Për të blerë dhe automatikisht. Fillimisht kanë me blerë për të vendosë, besoj që së shpejti do të mendojnë edhe për biznes. Po shoh sinjale pozitive çdo ditë që kemi interes, kanë hapur biznise në Sarandë, kanë hapur në Dërmi, kanë hapur Palas, në Vlorë, pra mozaiku po dëndësohet nga viti në vit. Pra nëse para disa vitesh ishim vetëm ne si qytetar vlonjat që ushtronim aktivitete në Vlorë, qyteti i Vlorës tani është bërë një qytet turistik me gjithë bizneset e trevave shqiptare, po jo vetëm. Ka dhe italian, ka dhe qytetarë të tjerë të cilët ushtrojnë aktivitetet në bizneset të ndryshme. Pra, të rikëthem, janë me mira qytetarë të Kosovës, që jetojnë Kosova apo në diasporë, që janë bërë banor të Vlorës. Pra, nga Vlora deri në Orikum, Palas, Dërmi, gjithandej. I shohim gjithandej. Zyra që po hapim sonte, koincidon edhe me kur po realizojmë emisionin, do t'jetë një lehtësi që të gjithë të interesuarit nga të gjitha trojet shqiptare, po sidomos ato që janë të këtyre pjesëve, të Kosovës, edhe të Malit të Zi, edhe të Luginës, edhe të Maqedonisë, ta kenë një pistë edhe një mundësi më të lehtë për me ardhur tek realizimi i synimeve të tyre, i dëshirave të tyre për të bërë si edhe bashkëinvestues mund t'i quajmë ata që blejnë një apartament, që blejnë një lokal, që blejnë diçka që nesër do t'jetë mundësi jo vetëm pushimi, por edhe biznesi. Po, është e vërtet, ne kemi klientët tanë mbi 200 aktualisht që janë bërë resident vetëm të kompania jonë në apartamentet që ne kemi ndërtuar, dhe menduam që do t'ishte një lehtësim për të pasur një pikë informacioni këtu në Prishtinë, për të implementuar projektin e tyre që kanë blerë dhe janë drejt përfundimit, por pse jo dhe për ata që kanë dëshirë për të blerë në Vlorë. Po krijoj mundësinë që të kemi të gjitha albumet tona, të gjitha projektet tona këtu në këtë zyrë, dhe të gjithë qytetarët që ta kursejnë kohën të vinë në Vlorë apo të rikthehen se çdo kush ka punën dhe agjendën e vet, por ta marrë informacionin paraprak këtu në Prishtinë, dhe mbasi merr informacionin paraprak, ju përgjigjemi të gjitha pyetjeve të tyre, pastaj i presim në Vlorë për të definuar atë marrëveshjen që ata në shkruar. Pra, zyra këtu në Prishtinë do të jetë ndihmë për ata që ne i kemi tashmë klient, që e kanë shkruar një kontratë dhe e kanë blerë, kemi dhe resident që banojnë në apartamentet që ne kemi ndërtuar, por kemi pasur kërkesa shumë të larta për vazhdimsi, dhe duke qenë që blerë një banese për një qytetarit Kosovës, e blen një banes, nuk mbaron me haj, sa e banes duhet të përfundoj, duhet të reduar projekti brendshëm, projekti jashtëm, dhe nuk duam të lodhim klientin të vi poshtë e lartë, por e realizojmë, e tregojmë këtu, konsultojmë këtu, dhe e implementojmë në Vlorë apo në Palas ku jemi dhe do t'jemi. Pra, është më shumë zyrë informacioni, zyrë koordinimi, zyrë bashkëpunimi, zyrë ftesash, çdo gjë do ta kemi, siç e kemi Vlorë, kemi dhe këtu. Ç'do të quhet? Regina Group Konstruksion. Regina Group Konstruksion. Regina Group Konstruksion po ndërton realisht pothuajse në gjithë vijën bregdetare, baram që nga Vlora deri në Himar. Dhe mundësi do t'jenë shumë të mëdha që të vinë më lehtë tek ato pikat të cilat i duam, i dëshirojmë dhe janë vërtet atraktive, do t'jenë edhe shumë atraktive, jo vetëm për ne, po për
për gjithë botën. Çka ofron tjetër mundësia dhe lehtësira kompania juaj që të bëhemi që në fundit edhe unë të mos metëm veç me një banesë se më pëlqeu kjo që i the banesë, se ju i thoni më shumë apartament, edhe në këtë bisedën tonë deri këtu, ju i keni thënë banesë unë apartament. E kemi kombinuar. Për shumë mirë. Çka ju lehtëson kompania juaj më shumë? Unë besoj se të gjithë ata që bashkëdetar që janë këtu apo jashtë territorit të Shqipërisë, ne ju plotësojmë gjitha kushtet. Qofte çmimi, qofte koordinimi me njëri tjetrin, po ashtu kemi ajo që është më thelbësore, duke parë që ata që donin një financim bankar ishte pak e vështirë në Shqipëri, sepse ju duhet të kishin një hipotek kolateral, që themi. Hipotek kolateral. Që ta lidhin garanci në bankën e Shqipërisë nuk e kanë. Kompania jonë i ka siguruar këtë gjë, pra nëse do të blesh një banesë apo një apartament. Futet hipotek direkt ajo. Jam unë hipoteka. Jam unë hipoteka. Deri në momentin që del hipoteka përfundon banesa, kur del hipoteka e banesës, dalun dhe futet hipoteka. Pra ajo që duhet mjafton të kesh një punë dhe të kesh një të ardhur normale, që banka të kualifikojë që ti ke mundësi ta shlyesh, kur për sa i përket të hipotekës, nuk të duhet hipotek, sepse kompania e ka nënshkruar garancin për tyja. E kjo është e shumë, sepse, më falë, ta shtoj këtë, i kishim jo vetë për qytetarët të Kosovës, po edhe qytetarët që janë në Zvicër, në Gjermani, në Austri, që i kanë banesat dhe i kanë bizneset e tyre andej, por nuk ju njihen si hipoteka në Shqipëri, dhe për ata kemi bërë të njëjtën gjë, mjafton që të keni një punë dhe një të ardhur mojore, dhe nuk ju duhet hipotek. Hipoteka është aty. Është aty, është kompania që siguron këtë gjë, ka lënë pronat e veta, pra kompania ka lënë pronat e veta për të siguruar blerjen nga qytetarët të pronës tyre. A ka nevojë Shqipëria për një strategji të re kombëtare turizmi duke i përfshi krejt territoret shqiptare? Po më fal, kjo ka qenë edhe ajo që unë promovoj apo bashkëbizetoj me gjithë kolegët e mi apo gjithë kompanit në qytetin e Vlorës, që gjëja më e mirë është kur bashkëpunojmë jug-veri dhe veri-jug. Pra, në verë të gjithë jemi në Bregdet dhe në dimër të gjithë jemi në Borë. Pra, nëse e shofim kështu, do të ecim shumë më shpejt. Dhe unë shoh që nga viti në vit, numri i vlonjatëve që vinë në veri është shumë më i lartë sa ka qenë. Ajo që duhet bëjmë është që të rristim sistemin e akomodimit në Kosovë, sepse numri i hoteleve shumë i ulët akoma, sidomos në vendet që ka borë. Në Brezovic, në Rugov, duhet të thrasim 2-3 javë para për të rezervuar një dhomë se nuk gjejmë. E vështirë. Pra, ky ndërthurja dhe veprimi me njëri tjetrin ishte rruga më e mirë. Këto odat e krijuara, ta quaj oda, ekzistojnë? Ekzistojnë. Funksionojnë dhe bashkëpunoni? Bashkëpunojmë, siç është në zonën bregdetare, që janë apartamente Airbnb që ne i quajmë në gjuhën e turizmit, ashtu dhe mund kur vi Odmar, Shpimar. Kur vjen në Brezovic, Brezovic, ndesa ato gjakun e atje dhe ta pi çajin e ngrohtë. Kështu që i plotsojmë. Kemi punë për të bërë akoma, por jam i bindur 100% që territori i Shqipërisë është i plotson gjitha kushtet për të qenë një territor turistik, tërësisht turistik. Nëse do të ndryshoni diçka në turizmin shqiptar sot, çfarë do të ishte ajo? Një pyetje e vështirë. Shoh që jemi mirë, ajo që duhet bëjmë është të përmirësohemi akoma më mirë, por jo se duhet të ndryshojmë. Nuk mund të ndryshojmë identitetin tonë, se kur themi për një turizëm, shkojmë në Greqi, për shembull, apo shkojmë diku, shkojmë në një vend që na pëlqen, pra na pëlqen vendi, identiteti, sjellja e tyre, pastaj se det ka gjithandej apo male ka gjithandej. Pra ajo që duhet të bëjmë është të përmirësojmë veten tonë, të respektojmë veten tonë në radhë parë, të përmirësojmë çdo gjë,
Dhe për sa i përket gjithave të tjera, ne kemi kulturën, ne kemi infrastrukturën, kemi territorin, i kemi të gjitha, kështu që Edhe traditët. mos e ngacmoj një lulet bukur. Është e bukur, thjesht shërbej të bëhet të qëndroj ashtu e bukur. Një ditë kur nisë në rrugën e gjatë, ndoshta edhe pacak, e mendoje se do t'ishe i realizuar deri në këtë nivel që është i jashtëzakonshëm, megjithatë. Ne kemi kaluar gjysmën e shekullit. Po tash s'kemi problem se S'kemi problem, po në gjysmë jemi. ndihemi mirë, unë ndihem mirë, brezi jonë ndihet mirë, sepse mbas viteve 90 kemi pas ato vështirësitë e identitetit tonë, më shqiptar, pa një pasaport, pa vizë, trajtoheshim ndryshe, kurse sot ndihem mirë sepse Europa ka 100 vjet që s'ka lvizur. Kudo që shkon, i ketë njësoj, kurse ne kemi ecur, kemi lvizur, mbase nga ju që s'kemi pasur, kemi qenë të varfër, kemi qenë të izoluar dhe kemi punuar jashtëzakonisht, por unë mendoj që jemi mirë, po të krahasoj me ku kemi qenë. Kemi para 30 vjetë s'kishim asgjë, para 20 vjetë s'kishim asgjë, e thash pak më parë, shkonim në një pikë doganore, ulnim kokën, se nxirim atë pasoshen tonë, kurse sot më falë për shprehjen, ja hedhim kështu. Jo ja hedhim për t'u treguar diçka, por i kemi krijuar veten, identitetin tonë, që dikur e kemi pasur të mirë, e humbëm për shkak të komunizmit, të sistemit ashtu. Por sot ndihemi mirë dhe vërtet ndihemi mirë ku udhtoj në për aeroporte, në për pika doganore, kur shikoj shqiptarët i jemi mirë të gjithë. Pra, jemi mirë dhe kjo fal punës apo fal atij genit të punës që kemi ne si shqiptar, që punojmë dhe nxjerrim çdo gjë nga. A jemi punëtor? Jemi. Punojmë? Punojmë jashtëzakonisht. Kush ishin mbështetësit si tu kështu në këtë rrugtim? Me sfida, me po të suksesshëm. Mbështetësit, e kam pasur, e them edhe në familjen time që gjatë gjithë kohës kam parë dikë aty përpara dhe kam thënë gjithmonë që dua ta ndjek atë. Nuk është e thënë t'ja përmendsim emrat, por është mirë për çdo njeri që nëse shef diçka, do të bëj diçka, duhet të shoh ku është ajo gjëja dhe të shkoj pak nga pak atje. Dhe unë kam pas 2-3 persona që edhe i lexoja dhe i studioja dhe i arrita sa dhe këshillojsha dhe patjetër që nuk është bërë çdo gjë perfekt, patjetër që kemi pasur momente të mira, momente të vështira, por ne shqiptarët e kemi sipas vendit dhe kuvendit, sipas vendit dhe punës, por në përgjithësi mjafton të ruash vijën, mos kalo vijën e kuqe, gjitha tjetër pastaj një okay. E fillove si biznes familjar, tash ai biznes është zgjeruar shumë, po megjithatë këta familjar janë aty, është zonja juaj dhe... Po jemi të gjithë këtu në Prishtinë sot si familje. A jemi sot si familje? Po, të katërt jemi këtu. Kush e përbëjnë te? Juve, zonja? Kam një djalë dhe një vajzë. Një djalë dhe një vajzë. Djalë dhe vajzë. Jemi të katërt këtu. Do më thonë, Vasili? Sonila, Enea dhe Aili. I kam lodhur pak. I kam lodhur, sepse të bërit biznes në këto lloj përmasash, kur ke me qindra punonjës, kur ke angazhime pa fund, pa tjetër që do të marrësh pak nga kohë e tyre, jo pak, nga njerë ka marrë dhe shumë. Kur vi në Kosovë, them hajse po dalim, i marrë dhe me vete për të një farë justifikimi që shkoj e humba gjithë javën si isha pranë jush, por kemi gjetur kuptimin tek njëri tjetri, jemi futur kësaj pune dhe mbështesim njëri tjetrin. E ka ndërtuar bukur prindrit. Po, Azemi Bujupi dhe bën pjesë nga këta bashkëpunëtorët që të cilët i ke takuar dhe sikur ja realizuar me ta nëpër vite. Kam shumë bashkëpunëtorë këtu në Kosovë. Në Kosovë? Agjenci turistike. Ke bërë një familje të madhe. Familje, jemi si vlezër, si shok. O vlla, u kam sur dhe shprehën. O vlla si je, se ju se keni përdorë, por ne të vlorët se përdorën o vlla si je, kështu që edhe bashkëpunëtorët e mi këtu të Prishtinës se vlla si je më pjesir mua. Kështu që kam shumë bashkëpunëtorë, kam agjencionet të fuqishme që kanë punuar për Shqipërinë, kanë punuar për trevat shqiptare, siç është Fibulas, që përmend se bashkëdetarët tanë janë edhe
Lirisht përmendni të gjithë ata se travel, unë jam shumë i shpejtimi, Azem prirur. Bujuti, pra jemi bashkëpunëtor shumë të mirë dhe Azemi që më përmendët është një miku im i vjetër, jemi njohur në vitet 2015, kur unë mora një angazhim politik në atë kohë, por falë Zotit Ismeci të futësha në politik dhe nuk u futa. Po këta është i pavarur, ti she fut janë PS, janë PD, she fut. Po kur futesh i varur, i pavarur, po fut atje do varesh diku, kështu që më ndihmoj shpati që nuk u futa. Dhe jam më mirë kështu që. Jam më mirë kështu ku jam sot me bizneset e mia dhe unë ja uroj. Sa më pak të merremi me politik, aq më mirë na bën. Patjetër që duhet t'i shtym që të bëjnë më të mirën në angazhimet e tyre që kanë marrë për ne, por thjesht duhet të bëjmë presion dhe t'i lëmë të bëjmë punën e tyre. Po na vjen vera, mezi po presim. Janë rritë numri i kosovarëve, të themi kështu në sepse kur ka marrë për herë parë në Shqipëri, të gjithë ata që ishin jashtë Shqipërisë, jashtë kufive administrativ Shqipërisë, i qunin kosovarë dhe me thënë drejtën pëlqente kjo gjë. Po nuk ka në gjë, ne themi vlonjat, kosovarë. I kemi ato emra tonë, por unë më beson apo jo, unë kënaqem. Kënaqem kur fillon muaji maj dhe shoh rrugët e Vlorës mbushura me targat Kosovës, mbushur restorantet dhe hotelet me qytetar të Kosovës, fillojnë shkollat me ekskursionet e tyre që parkojnë ata autobusat nga 10 e nga 15 atje te sheshi i Pavarësisë në Vlorë. Kënaqem kur mbushen hotelet dhe parkinget e hotelet me makina me targat Kosovës, haq më shumë kur vinë të diasporës e i shkojnë ato makinat e bukura, që kam punuar, po punojmë, kam punuar shqiptarët dhe bëjmë pushime të këndshme të bukura. E bukur është, jemi një, e në këtë një kënaqemi bashkë, sigurisht edhe. Shohim gjithat dhe unë, baba im tërë jetën ka punu në arsim, dhe është bukur se më pyet, ke qenë këtu? I tham jo. E mor, birin të gjithë të septa dhe për fatë mirë e arrita ditën me pa, se dikur vetëm se kam folë për Shqipërinë, jam anatemun nga i sistem që ishte. Vasil Bedinaj ishte mrekulli që të kisha musafir, nga ke thënë gjërat bukura dhe gjëra që na interesojnë. Nga ke sjellë pa tjetër sot një frym, një erë vlore, po e ke sjellë pikë pare të një bashkë qytetari juaj, por edhe për të gjithë spektatorët e spektaklit tonë, që realisht duan të dinë gjithmonë më shumë, edhe të gjejnë mundësi edhe pista më të lehta për të ingranuar thjesht në jetën, po edhe në biznesin, në përgjithësi në gjithë Shqipërinë. Unë të falenderoj shumë nga zemra që ishe musafir dhe sigurisht të përshëndes, ju mbaj duart dhe ju përgëzoj për krejt punën që keni bërë dhe po bëni për turizmin shqiptar. Zhvillimi i turizmit shqiptar, do më thonë zhvillim shqiptarie. Zhvillimi shqiptaris, do më thonë zhvillimi imi, i juaj edhe i të gjithë atyre. Falenderit, ishte knasi. Ishte knasi, falenderit. Jo, pse? Ka up Kosova. Po tash ka up, po bol mirë ka lujt. Porteri që tu, halal e kuft. Po shqyqyr që kjo luj që ronë futbol. Po? Edhe... O pom. Jo, po të kalëzej drejt. Me pas hup Turkia. E ku më zbulu që kesh shqiptarë në Kosovë, që po thëshin, na u ka dhim Turkia, vla jonë, na u ka dhim Turkia. Po, ja, na u ka dhim, dhe ime dikujna, qa me bo? Lojtarë t'ju konë të më rekullushëm. Po? Na sa dush. Me javon dorën lojtarë në një maksimum. Po federatën e futbollit. I kanë zonë harami me bileta. Ja, qa ka ashtu? Qa kanë zonë me bileta? Po, na kur s'pedina, kur po qilet e shqitore, as kur po mshelet, kur mi ble bileta, ta vetë pi blem, vetë pi shesin, kur s'pedijet e 20 euro bileta u shi 300 euro. A, ne, ku ka pas hypa? Po, në mëlle, pi 20 euro, 300 euro i shi bileta. Që kjo e kep kalujt në Slovaki, që kjo e kep kalujt në Kosovë. Po. Pse e mujtë në Slovakin atje, e në Kosovë nuk e mujtë në Turkën? Po, me fort është Turqia. Ku është ma e furt? Ta është kalëzaj për çka është e furt Turkia? Pret veç pak.
Mas pori, në Slovaki kur kanë lujt, kanë shku krejt shikust e përbetum. Tifës, a di qka është be tifës? Po. Titull është. Në minut këtëm 30 herë. Kosova! 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 Ta dridh tribunën. Po. Aja është lejtori 12. Je këtu diçka u shukate. Ta kam li bilete ka 200-300 euro. Të mërzitun. A keni spitet e 45, vëdej 9. Po. Këta shpit ves kanë bu atmosferë. Të qitë na për stori, në përkrojet Kosovës. Në përkrojet Kosovës ju në kontë ardant. Ju në mytë të bërtit. Kosova, Kosova. Edhe do tjerë kanë bërtit. Pa do tjerë anemek, pa gjaksine. S'bërtet. E që kanë zonë rrëndat atje. Tani që thoti turku, ngëm. Që për të turku. Turku është i mirë. Do të nga vëndurën, është i mirë, dynerin e bënd të mirë. Po. E ka specialitet. Me të ngushtu lukshin, me shku në Turki, të ngushtan luk. Me mjekësi dedikon është. Po. Mos harë, a ke po doktorat për Turkis vinë Kosovë, se nuk e gjojnë vetën Turki, atje vene i ma. Probleme në atje, me vrupë të ndëpërtim, hajtë të në Kosovë, në gjesëm stejnë da padhimt. O, Bob, na, si adim të unit, kena doktor, e kom doktor Haki Kryezion, që është në Salzburg, në Austri. Me dikal pashtu. Me lasë e vetë, të bo. Për na si nam tu të unit mja dit. Si nam tu të unit mja dit. Se ti lërë tërë që ti lipi gishtat mas dënerë. Adra dyner. Që pa ta në lejtori? Arda dyner. Arda dyner. Dyner, po. Qaj, shku Real Madrid. Si o shku aty, komplet ata Real Madridi. Urime të ja uru që një mas 24 vjetëve një atje një kualifiku për mbëtrur. Po. Edhe aj treneri, por ke? Por favor, galopini së në nalëshe. Ne kja të vot për kishë galopini shka mujt me kaluaj atë dy. E da një po mësu ti mu. Në em, unë pëlqej fuda, e kishë do në deklarat furt. Tha, unë e dua Kosovën, nuk do t'a lë Kosovën. Edhe mirë. Evo, da e mos jasë në faj, më më këmërzu me Kosovën. Po kërë kua Kosovë me lëshu fudën. E lëshën fudën në rëkrijetin. Aj, Austrin s'ka mujt me cilat në kampionat botëror. Kosovën e ka qumë finale, i ka meritat e veta. Presidentja ka shtyp dekorata, pivim për zjedhje. Do të mjallon dy. Rezerve, pivim të dekorata ka shtyp, një që ke mujtë Slovakin, një që pjesë por kemi barabar me Turkin, e dy dekorata meri, së është futa. Ama Bob, trenerin do të me ndruba. A po thua? Do të me ndruba se nuk është morë mjallon ferë është të nejmë. Mjallon mundësin të kujtë, hajtë përvejt e së unë dhe që të e pruna dhe në finale. Ose, nëse menojnë ta që dhëtë me prita dhe nasë, si kur Turkia 24 vjetë, pe morëm trenerin e Turkis, s'na kanë me, shumë edhe 14 vjetë e presëm, edhe shkojmë në. Edhe regullë. Shumë rejtë.
tjetër tepër të veçantë. Ato janë dy artistë që vinë nga Shqipëria më anë. Dhe bashkë me mua sigurisht do ta bëjmë kështu cepet pjesë nga vendet të ndryshme të atë dheut. Zona e Zotëri, sonte kemi fatin e mirë të rrallë, që ti kemi musafire në spektaklin tuaj në Odeon. Dy artiste, është Vjollc Greca dhe Evgjeni Qulli. Mirë se erdhet. Mirë se u gjetëm. Ama i përmetare. Mujna me kënu dhe shtu, o ma i përmetare, sa e bukur je. A kanë uja të burime. A kanë uja të burime. Ti moj vashkaram filja ime. Ti moj vashkaram filja ime. O, aman e, o për beline, për kokën tënde, aman e. Kërë kam njohë njërien për herë parë, e kam dërgu në fakultet mjekësisë në studioja dhe aty njëri strugan edhe një student, është ta një doktor shumë i zotin e Suedi, edhe një tjetër e bënin parodi dhe po kur vinin për kokën, thëshin, për kofshën tënde, aman. Evgjeni mirë se erdhe. Mirë se vëgjeta. Faleminderit për ftesën, faleminderit për mikpritjen. Knasi. Jemi të nderuara. Sa kemi vujtur dikun 50 vite si jemi parë, si jemi takuar, vetëm kënga arti na ka bashkuar kështu në për ajrë. Dhe beso edhe student kur isha, ta shihja një përmetare në Prishtinë, më duke si kur çdo gjë ka mbaruar për së miri, si kur i thosha vetes u realizuam tani më. Se balada Kurbinit ishte ajo që na simbolizonte, na sillte adheun më afër përmes atij filmit jashtëzakonshëm që bëri Kujtim Qashku. Kështu je lindërit në Kurbin Vjollca? Po. Vjollc Greca. Po, Vjollca Greca. Vjollca. Po. Shpesh më pëlqen me thonë Vjollc, me e pazan fund, aty më duket më. Po dhe ju Vjollca, do më thonë Vjollc. E kemi njëse një jemi. E njëta që është, ajo më Luli është i Vjollca. Mirë se erdhe më Kurbinase. Mirë se u gjeta, knajsi, faleminderit, respekte, unë ndjem shumë mirë për mikpritjen tuaj dhe kjo është një gjë e bukur për neve. A është Albulena afër Kurbinit aty, apo pjesë e Kurbinit? Po, Albulena është pjesë e Kurbinit, sepse është në Fushkuqe, aty është BBT-ja e madhe nga Skënderbeu dhe prandaj edhe Kurbini, gjithmonë programin e tij, sepse unë jam pjesëtare e ansamblit Gura Kurbinit nga 40 vite, e hap me këngën Albulena, sepse është krenari, patriotizëm, fisnikëri, gjithçka për ne. Dikur kur kam bërë emër, bashkë me Rabitin, doktor Rabit Sadikun, e kemi këndu Albulena, o mor prita, dal sultano, ose tërdi dita, Skënderbeu, o në majet malit, si rufeja, o mor zbret prej kalit. E këndova deri në të pjesë se ka qenë hit këtyre ditëve, sikur përmes saj këngë i thonim turqisë që kemi me të mujtë. Po gati edhe kena mujtë, na mujtë në zërë, po. E bukura ka qenë që gjithë Shqipëria ka qenë në bramë. Dje, kjo për i bjen dje, emisioni shkon të shtunën, por ne kur përgjirojmë jemi ditë e mërkur, le ta themi këtë, dhe ka një ditë që jemi pak të mërzitur, po dhe të lumtur me ata djemë, që na bon krenara. Deri aty arritën. Deri aty arritën. Evgjeni, ishte fitore. Këngën e ke pedigre, e ke trashëgimi familjar, apo? E kam të trashëguar nga familja, po. Po, babai, halla, të gjithë kemi kënduar. Atëre si shkëndoj në ambiente familjare. Xhaxhallarët e babait. Edhe këndonit, kam i ka rënë veglave frymore që në atë kohë. Ashtu? Edhe vllajin e kam instrumentist. Janë të njohur? Ka emra të njohur? Jo, vllai jo, nuk, sepse emigracioni e detyroi. Juve erdhët si emër kështu? Unë e pata mundësi. Po, ke filluar që heret? E kam filluar që në 1978. Vitoritu bëftë nëna. Vitoritu bëftë nëna në 1986. Veç pak? E kam kënduar për herë të parë. Veç pak? Po.
Vitori, Vitori tu bëftënën dhe moj, aman vi moj Vitori, o Vitori tu bëftënën dhe moj. Po kime ishte kënga që të identifikoj, që të nëzori të para? Vitoria më ka identifikuar sepse, di që ne e këndonim? E këndonim te? Di, sepse kjo është një këngë që është bërë hit që në ato vite. Sa e kam kënduar është bërë hit. Se tash është vitit 86, akoma komunizmi, nesë takoshim dot. Po, e morë vesh që e këndon gjithë Shqiptaria, e këndojnë edhe veriorët, që është e çuditshme, është këngë jugut kështu. Në vitin 1996, pastaj kam fituar çmimin e tretë në këngën qytetare Elbasan, me këngën e Vitorisë dhe në atë kohë nuk më flis, edhe tani nuk më flasin më Evgjeni, po e kanë për më kollaj njerëzit Vitoria. Vitoria e përmetit. Vjolca, kur ja bërë banë dhe bim në botën e muzikës shqipe? Jemi sinqert, unë kam marrë pjesë që kur kam qenë në grupin e Fatosave, si fillim me grupin e Valleve. Fatosave? Po, pastaj jam fut te grupi i pionerëve, ku mora pjesë edhe me këngë, dhe për herë të parë kam dalë në skenë në moshën 6 vjeçe në Kruaj, 9 vjeçe në Kruaj, në Krujt me Vallet. Pastaj fillova me këngë dhe në festival në 1900. A dhe me Valle? Po. Vallxonat tani? Po. Shumë bukur Vallca, Vallxon. Shtoj Zovallo, kështu, tamam. Në Kurbin? Po, gjithmonë në Kurbin, sepse unë aty kam dhënë gjithë kontributin tim, prej më shumë se 40 vitesh jam pjesëtare e ansamblit dhe Kurbini më ka besuar më shumë këngën e Djepit, Ninullën, gjë që është për mua është një hit, ose është një stimul, sepse ajo tregon shumë çka. Ta besuan ata udhëhecit artistik, drejtuesit e kështu që... 30 vite që e këndoj unë. 30 vite që e këndon. Po e kishe këtë, kishe dëgjuar në shtëpi, nga gjyshja, nga mamaja, nga... Them, të jemi sinqert, unë dëgjoja gjithmonë në nënën time që tunte ato fëmijët e vllajt dhe këndonte këngët e nënës vet, por gjithsesi kjo këngë që unë këndoj është me tekst të ndjerit të madhit Gjok Becit, poetit, mirëditor, dhe me muzikën e Malsis Kurbinit, e ka dhënë një amator, ndërsa unë e interpretoj e këndoj. Nuk është diçka imja, si të thuash, me tekst e muzikë. Ndërsa përgdheljet e Djepit gjithmonë, po, ndërsa përgdheljet e Djepit, sipas drejtuesve, ju duket se unë kam një zë pak më të ëmbël ose më të urtë si zë që përcjell shumë bukur vargjet e Djepit, Ninullës. E dëgjove doktorin si tha, s'ka rëndësi, po tha, Ninulla duhet këndot mos me frigu fëmijën, a? Normal. Ninulla duhet këtë një nëntur. Mirë, të kanë identifiku më shumë me këto, me Ninullat, apo dhe me këngën, tri gjëra, në realitet, në skenë ke mujtë me dalë edhe me Ninull, edhe me këngë, edhe me vallësim. Po. I ke bërë të trija? Po. Të treja? Po. Tash vazhdon të jesh aktive kështu? Edhe tani jam aktive. Ke aktivitet individual apo në kuadër të ndonjë? Faktikisht kam një projektimin që e kam përfundim e sipër, janë 10 këngë me tekst e muzikë time, gjë që janë 5 të Trevës dhe një pjesë është e Shqipërisë Mesme dhe Jugut. Me pjesë dhe muzikë tëndën, tha? Po. Kompozitore? Po, muzika është Edhe tekstet? Po, dhe tekstet janë të mia. Po muzikën kush ta ka bërë? Ndërsa orkestrimi është nga një djalë i ri që ka mbaruar Akademinë e Arteve, një Uljan Pali, mua më zhduk djalë shumë, si të thua, shumë maestro, sepse ka dëgjuar gjithçka timen, ai ka punuar në Vegla, ndërsa këshillat kanë qenë të mia edhe vija melodike. Ifigeni, Evgjeni! Që nga antikiteti, kjo jam rilirë, do t'je. Nuk mund t'jep ndryshe. Absolutisht ishin pëllazgët ata dhe këto fiset. Kam emrin e gjyshes, të trashëguar nga gjyshja. A nga gjyshja? Do më thane ke trashëguar emrin, nuk t'avur një dikush kështu tamam. Jo. Me Vjollës po ty? Emrin? Emrin ma ka vërë mamaja ime. I do të shumë lullet edhe... Lulle Vjollëse. Po. Të gjithë Vjollësat kështu e thonë. Që bile zakonisht mama tua kanë... Po, kjo është e vërtetu. Si duket na me shkujt jemi mjaftu me juve si lulle, me ju femrave dhe të lullet fort edhe si a themi. Ka që janë thonë, po janë të rrallë. Kështu. Evgjeni, ke vazhdut, ke qenë pjesë do një ansamblit përmetar? Po, unë kam qenë pjesë e Shtëpisë së Kulturës. Aty? Me Usta Laveri në krye, edhe me kolegët e tjerë që ishin vartësit e Ustajt. Ne ishim një orkestrinë e kompletuar,
që nga vitet 90 dhe derisa ndroi jetë Salaveri, unë kam qenë në krah të tij, në albumet e tij që kanë nxjerrë në treg, edhe në fjalë jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë e asaj plejade. Asaj pjese. Shef kjo ju butet, sa ishte gjallë Usta Laveri, dhe gjeneratat e reja do ta dinë se ishte një mjeshtër. Jo, tani jam përsëri pjesë e sazeve të përmetit. Do ta sqarojmë kush është Usta Laveri. Usta mjeshtri që e përdorim. Ai ishte mjeshtri nga më të mëdhej të shekullit 20, që na ka bërë të gjithë ta dëgjojmë, ta shijojmë pafundësisht Lavër Bariu. Ka qenë lufta e Kosovës, një grup ka ardhur nga Kosova në përmet, nga që jehona e ustajt në atë kohë ishte goxha, edhe është bërë një album i gjithi me sazet e përmetit, me ustajn, me kabat e tij, edhe unë kam rreth 5 këngë, po nuk di ku ta gjeja atë album. Hidhshin ushtarët e UÇK-s hidhshin në sulm me ato këngët tona. A hidheshin në sulm me këngët tuaja? Ka qenë një komandant i UÇK-s që ka ardhur në përmet vetëm për ta organizuar. Unë shpresoj që po na dëgjon. Inshallah e dëgjon edhe në qoftë se ajo linja ku ta gjejmë. Ku ta gjejmë, nuk e di se në Shqipëri atëre nuk ishin këto që neve të filmojshim. Ai ka ardhur me një kamerë edhe krijoi atje një album të gjithë. Në përmet. Zërin e ustajt e ka live. Në përmetin e Naimit, e Tabdylit, e Samil. Ka shumë këngë të bukura që ato nuk janë publikuar dhe ne na vjen shumë keq që nuk i kemi në dorë atë. Është diçka që shpresoj t'i gjejmë. Inshallah. Dikush do t'i vej në YouTube, dikush do t'i vej. Tu edhe mbase e dëgjon dikush. Po bëjmë thirrje. Po bëjmë thirrje që. Do jetë një lumturi e madhe. Në cilin vit erdhën në Tiranë? Tani jeton në Tiranë. Unë kam që në 2002 qëndroj. Që në 2002. Këtu jam me shumë kolegë të mirë, punojmë bashkë të gjithë, jam pjesë e aktiviteteve, dasmave, çfarë do lloj gjëje. Me çfarë grupi muzikon më shumë, apo? Tani unë jam pjesë e sazeve të përmetit. A e sazeve të përmetit? Po, janë ata tani që trashëguan mbasi Salaveri. Kanë kolegë shumë të mirë, neve i qëndrojmë Tabanit. Ku frekuentoni më shumë, po themi hajt me dasmat? Në jug? Në dasma, neve më shumë marim pjesë në aktivitete dhe se grupi është disa në Greqi, disa në përmet, disa neve kur mblidhemi në festivalet e Gjirokastrës, ose kemi qenë para 2 vjetësh, më fal, kemi qenë edhe në këtu në kur hym më fal në Prizren dhe unë bashkë me kolegun tim kemi marrë çmimin si interpretuesët më të mirë, është festivali këngës qytetare. Kur është dhënë në fjalë së bashku me sazet e përmetit. Zambati i Prizrenit, e? Zambati i Prizrenit edhe ka marrë çmimin Festival i këngës qytetare. Si interpretuesja më e mirë bashkë me sepse kënga Evgjeni Qulli dhe Mikel Rapaj. Edhe ju jemi shumë falenderues për vlerësimin që na kanë dhënë në këtë keni arritur të regjistroni gjëra nga ato të krijimtarisë tuaj? Po, unë kam 3 albume të hedhura në treg, të bëra, një me ansamblin e shtetit në 2002-shin, një tjetër e kam bërë në 2008-ën, kurse tani hedhim nga një këngë, nga një fjalë si na jepet mundësia dhe jam tërkohën në aktivitete në YouTube, jam shumë aktive dhe kudo. Atë më kërkojmë me gëzimet familjare, sigurisht me gëzimet familjare. Kemi qenë edhe këtu në disa gëzime, kam qenë edhe në Strugë, edhe në zonën ku andej kërkohet shumë kënga e përmetit. Si bën ta ajo Ninolla e bukur? Si bën ta a cappella ajo? Ninolla të dha a cappella këndohen, ha? Ato vetëm a cappella këndohen. Po si bën të më i vjollca? Sepse vetë muzikë edhe vetë këndon. Kështu që ajo t'jep shumë emocion, me t'jeme sinqert, nga njëherë mua më kap ai emocion, por gjithsesi është diçka e bukur sepse përcjell diçka, sidomos për brezat e ri që sot nuk janë tundur në ato ninullat të hekurta që tregojnë historitë dhe trashëgimi, por është diçka shumë e bukur. Mua më frymëzon dhe më emocionon shumë kur këndoj ninullën. Ndaj këtë emocionin bashkë me ne me një pjesë të bukur? Po, me pak vargje, pse jo, me knajsi. Këtu si a themi dot, nuk e di Evgjeni,
Doj zotë të dy tani, se kjo shkon original pa. Me qënë se nuk kemi as djepin këtu që ta përcjellim ashtu original si që duhet, unë po performoj një 2-3 vargje, sa për knajsi. Lule, lule, mbi valë deti, e ja dritë se të kërkon e tjepi. Lule, lule, mbi valë lumi, e ja dritë se të kërkon e gjumi. Evgjeni, çfarë do na këndosh sonte? Një kolazh të bukur përmetar. Një kolazh të bukur përmetar. Do më thanë, do të kemi fatin e mirë që ti duar të rokasim asaj gjëje që për vitet dikur e kemi dëgju që larë, po e kemi shëju, tani e kemi artistën që na vjen nga përmeti. Shumë faleminderit. Thishtë, o moj përmetare, a ka qenë dhe sa e bukur? O moj korçare. O moj korçare sa e bukurie. Sa e bukurie. E po, do t'alem skenën e do t'japim duar turkitit e botës, si që kënaqësi që ju kështa musafire, besoj që edhe në të ardhmen, pa tjetër do të shkëmbejmë gjëra të bukura. Në këtë shesh që ne i themi Odeon, shesh i fjallës e mirë e këngës së bukur. Odeoni është rënja e fjallës teatr. Prej Odeonit doli teatri. Prandaj gjithë bota leta di se nga Pelazgo, Iliro, Dardanet doli teatri. Të them diçka? Po? Unë kam qenë pjesë e shumë intervistave në të gjitha televizionet në Tiranë, në televizionet prestigjioze që ne topin e po këtu sepse kam një lloj emocioni, nuk e di, mbase që është kjo kënaqësia që juve na dhat, edhe vetë jam shumë emocionuar. Ose mbase ke për herë parë, se televizionet e tjera këtë ka thirrur disa herë. Jo, e kam ndryshe nga Shqipëria, nuk e di. Abdyl Frashi foli në Prizren. Po. Evgjeni Qulli këndon në Prishtinë. Shumë faleminderit. E këndoj në gjallë
Ergjeni, faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe të presim edhe në të ardhmen. Shumë faleminderit. Sidomos këngë nga jugu. Jeni të mrekullueshëm, ka i di të Ishim them. unë gjithherë kur shkoj në jug këndoj ato këngë sepse ishte një lloj kriteri tek ne edhe te artistët kush këndon këngë jugu, ky e don gjithë shqiptarinë, mos është nuk mbetet vetë këtu dhe gjithmonë kur këndoj në jug më pëlqen të filloj në mëngjes fau gdhira mira të takoj me barinë mismazza solo mai bie amada aja kam thënë si do të jesh tost që të këndosh Pas diskutohet. tamam e bukur shumë ullu të lutem Të ulem. Heri unë tha a thatë po, më heret kanë keni regjistruar kështu me ansambli, keni të regjistruar? Unë kam një këngë të bukur që për mua është kujtimi më i bukur për herë të parë kur kam marrë pjesë në festival në 1988 në Gjirokastër ku këndova një rituale bukatore, gjë që u laurova me laurën e festivalit që për mua ishte si kënaqësi edhe privilegj sepse ishte hera e parë që bëhesha vaq shumë e re. Festival të madh, vaq shumë e re. Po, dhe Nuk dojna me të pyet sa vjeçare, se pastaj na dalin këto të pasmet. sepse dhe atëherë që nga ajo, unë nuk jam darë absolutisht asnjëherë. Kam bërë turne në gjithë Europën bashkë me ansamblin. Bilese me zonjën fjalë kemi qenë në Spanjë para shumë vitesh me turne. Unë isha e ftuar nga sepse nuk kemi po. Se kemi ndarë. Dhe doli Spanja që ju njohu. po ne kemi qenë në Zvicër, unë në 88-ën kam qenë në Ankara, e bëj një festival në atë kohën e monizmit, gjë që shkuam me ftesë, për mua ishte kënaqësi sepse do dilim jashtë shtetit, pastaj me ardhin e demokracisë unë nuk u shkëput asnjëherë dhe kam bërë turne në Itali, në Zvicër, në Francë, në Greqi dhe në Turqi, gjithmonë me këngë solo dhe kam marrë pjesë në 8 festivale, 6 folklorike të Gjirokastrës dhe 2 festivale, një në Itali dhe një në Turqi. Të mirë, Në ansamblin Turbini jam gjithmonë edhe kemi 4 muaj të jemi të angazhuar duke marrë pjesë në disa festivale, qoftë edhe te Gurra Popullore ke Top Channel që dolëm shkëlqyshëm, në ka një ftesë për Amerikë, gjë që jemi të kënaqur të gjithë. Plus që një javë më përpara bëm një koncert përbashkët me ansamblin shtetëror të këngëve dhe valleve, gjë që ishte nder dhe privilegj për ne amatorët dhe presim ansamblin kombëtar të Kosovës që kush janë amatorët? Ata që kanë kënduar nga viti 88 deri më sot? Nëse ne mbetemi gjithmonë amatorë, por me profesionalistë të mirë. Ju presim ansamblin Turbini këtu në këtë shesh, mund të vallëzohet, mund të këndohet. Me kënaqësi vjen, nëse është ftesa me kënaqësi vjen. Ne kemi vërtet kemi shumë, si thosh, talent dhe jemi vetmi ansambël në Shqipëri që përcjellim vërtet siç kemi emrin e ansamblit Gurra e Kurbinit, që ajo gurë nuk shtërron kurrë, përcjellim gjithçka të bukur që është vlerë dhe pasuri jo vetëm si ne, jo vetëm për ne si Kurbin, po për gjithë Shqipërinë, sepse kemi se çfarë tregojmë. Ne krenohemi në radh parë me Albunelën, një dhe me dytë me Kishën e Laçit, që e njeh jo vetëm Shqipëria, po gjithë. Që më shkojnë akrejt musherua atje. Po normale, kështu që këto dy gjëra janë, këto dy gjërat janë shumë të mira që ne krenohemi. Po mirë, krenohesh, po dhe nuk krenohem me këngën përmetare, me sazet e përmetit, me ustaj, me ne po flasim për sepse ne jemi burimi. Bukur shumë. Atëherë, ashtu siç kemi bërë me Ergjenin, edhe ne do t'i japim duart përkitit e botës, do ta lëm skenën që të na këndosh këngën që quhet Cuca e Kurbinit. Cuca e Kurbinit. E që e këndon Cuca e Kurbinit. Që quhet Vjosa Greca. Faleminderit. Skena për ti Vjosa.
Po ma thua të shqiptari, në shqiptari. Po. Për shkota ishte kjo tëra. Flani mirë, ndroni bukur dhe zgjoni në paqe. Do që t'jeni, do t'ju rujtë dhe dhe kot. Ju pasi nga tjetër. Haqë.